i duhet në burgjet shqiptare sot i ke të mbi popullor, jo vetëm të burgosurit, po ti ke asistente sociale atje pa fund, ti ke psikologe atje që marrin pagat kot pa fund. Ka psikolog 25 vjeç që mund vej ai të trajtojë të burgosurin. Më shpjegoni do. Jo, unë e paragjykoj, pse paragjykoj? Sepse dëgjoni sekond. Ka edukator aty që nuk bëjnë asnjë lloj pune. Po tani këto të gjitha, shiko, këto institucione dëgjoj. Jo, dakor. Shiko, dëgjoj. Psikologu është profesion, siç është dhe avokati. Psikologu është profesion. Dhe një burgosur nuk ka nevojë që t'i shkojë psikologja me takja spilo atje dhe mua më intereson që ai të rehabilitohet dhe forma e rehabilitimit është fillon që nga ana psikologjike, sepse një burgosur aty taka spilo i thon italian, unë thash italisht, po nuk ja gjithë shqiptermi se ta jep për shembull kështu ose me xhepe, sido që ti apo ideja ashtu tani që ti jep një përshtypje të mirë, ti jep që është e kuruar, pse çfarë problemi? Po mirë, jo unë e kuptoj edhe atë pjesë, unë e kuptoj që ka psikologë që bëjnë seks edhe me burgosurit, unë nuk po them për këtë gjë. Problemi që ndodh, tani ndodh, ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë dhe do ndodhi edhe lekët i marrin jashtë kur dalin.